Balkan Web. Për hapen mbetjet e groposura vite më parë, qarja e digës në fshatin Qërav ndot tokat bujqësore. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente. Franci, pa tu ishte bërna mizijë, që kanë dalë këto plerat aty në Qërav, nuk e di kjo përmbytja, do më thonë, kishte marrë arat nami fare. Po tash jona qa të bëjmë? Me Perëndin nuk hahemi dot, bie shi, përmbyten tokat. Tani më falë, nuk është e është përmbytur, është qarë diga, po të them. E mirë tash se mos u qa diga vetëm këtu. Aman të keqen, s'pasaj, ne jemi mësuar me zemër, populli shqiptar është mësuar se këtu të ne vit për vit përmbytet nga ujë, nga shiu. Tani më falë, po këta banorët këtu, Franci, ishin qarë vërtet, sepse nuk ishin se ku ti mbillnin ato, e kupton? Aman, do me thënë, Që të talë toka jashtë funksioni. E marrë më veç të kuptoj, pa diku është problemi. Që këta një herë ankojnë që s'kan ujë, pastaj ankojnë që përmbyten nga ujë. Po pse kishte ardhur shumë, a? Jo, nuk është se kam për këta specifikisht, unë e kam në përgjithësi. Se ja, për shembull, i mban mend ti banorët e Maliqit që u ankuan këtu tek ne? Ja, se mbaj mend unë, Franci, kam qenë e vogël. Që e vogël një vit më parë ka ndodhur. Po jo në të kuptim. Në kuptimin që kam qenë e vogël se s'kam qenë këtu tek gjadat. Mbaj mend që kishin dalë banorët që po qaheshin, Franci, se s'kishin ujë sepse ishte ndërtuar diga e hidrocentralit aty edhe kishte ngel toka e thar, apo jo? Bravo! Shishi na pas ka parë, Çupa. Bravo, Çupa, bravo. Në redaksinë e emisionit Gjadat kanë bërritur një denoncim nga banorët e fshatit Velçan. Ata ankohen që një pjesë e madhe e lumit Celsa është tharë për shkak të hidrocentraleve që janë krijuar për gjatë rrjedhës së këtij lumi. Pikërisht ku unë ndodhem tani është një tub shumë i madh uji i cili transferon ujin e lumit Celsa pikërisht në hidrocentralin që është krijuar përballë meje. Ndërkohë, nëse do shikojmë shtratin e lumit Celsa, është i tharë. Përveç se një rrekeje shumë të vogël uji, aty nuk sheh asgjë tjetër. Unë kam bërë një denoncim tek ju, pasi prej vitit 2017 dhe deri më tani, nuk kam zgjidhur problematikën time nëpër institucionet e drejtësisë shqiptare. Për këtë arsye, edhe duke marrë shkak edhe nga shqetësimet e banorëve të tjerë, jam drejtuar përballë jush. Zoti Ulson, problemi juaj ka të bëjë me tharjen e lumit Celsa, apo jo? Problemi im ka të bëjë me mos zbatueshmërinë e projektive dhe detyrimeve ligjore të investitorëve në këtë kraj. Që do të thotë, investitorët nuk e kanë të shkruar në asnjë dokument, qoftë në kontratat koncesionare, qoftë në lejet e mjedisit, qoftë në lejet e burimeve ujore, që të ndërpresin totalisht rrjedhën e lumit. Këtu ndodhemi në segmentin lumor të lumit të Celsës që i përket fshatit Velçan. Te ky lum, ju e shikoni vetë shtratin e lumit, ky është. Jemi poshtë veprës së marrjes, dega e Velçanit, vepra numër 1 e hec kasollet e Celsës. Që atje fillon ndërpritet uji. Që atje ndërpritet dhe prej këtu ky shtrat ky rrjedhje ujore e lumit transferohet prej 3-4 kilometrash nëpërmjet tubave dhe nëpërmjet kanaleve të derivacionit. Ndërkohë që nuk lihet asnjë prurje ekologjike që të vazhdojë rrjedhën e natyrshme, që gjallësat kente. Ndërkohë që kanë sjell dhe më lart ju do ta shikoni, kanë sjell dhe dëmtime të biznesit tim, si vaskat e peshkut, pemtoren e financuar nga ZHBR-ja dhe problemet tjera. Pra mos zbatimi i drejt i projektit, lejes së ndërtimit, tipit të veprës, lënia e ujit në shtratin e lumit, ka sjell efekt që këta, nga financim që kanë pasur në projektet e tyre, një vepër hidrike të tipit tiroleze me derivacion të lehtë të lumit dhe duke lënë atë përqindjen e rrjedhjes ekologjike siç e kanë kushtëzim nga e drejta institucionale shqiptare, kanë sjell dhe kanë bërë një prit e cila punon me sistemin start and stop, bën grumbullim të ujit në rezervuar dhe pastaj marrin këtë ujë të rezervuarit dhe e përdorin për qëllimet e tyre të prodhimit të energjisë elektrike. Mund të ecim në shtratin e lumit? Mund të ecim bashkërisht në shtratin e lumit, është pak terreni vështirë. Shikoj ujë? Shikoj dhe bimësi. Shikoni dhe tubacioni në krahun e sipërmtimin, i cili derivon poshtë veprës marrjes, derivon ujin prej 3-4 kilometra. Pra këtij lumi në natyrshmërinë e vet i ndryshon shtrati lumor prej 3-4 kilometra. Institucionet vinë këtu, bëjnë kontrolle mbas ankesave të mia të përsëritura. Zotëria apo zotërinë në fjalë e hapin në atë moment që vinë dhe inspektohen dhe më mbrapa kthejnë përgjigje zyrtare siç e vendosin. Janë afërsisht 13 hidrocentrale. 13. Mirë e keti, Franci.
ky popull vetëm të qahe di. Po nuk e kuptoj tani si nuk e shikojnë që po mblidhet gjitha i huj aty, edhe do na sjellë dritë më Franci. Pra ma. Ja këtu i kam inat fshatarët unë, se nuk shikojnë për te i hundës së tyre. Ore do bëhet dritë më, ai uj do bëhet dritë, ku ka më mirë. Qa më shikoni mua vetëm bacën tuaj personale? A manërë se qepe domate do mbilni, që do bëni me atë bacën? I themi fshatarve. Fshatarve? Po edhe këtyre që vinë ankohen këtu të gjadat, edhe këtyre këtë gjë i themi, Rine, aman, Rine se jemi mirë më gjë mua, se ka dhe më keq. Me këtë më keq, Franci, jam shumë dakord me ty. E keqa s'ka fund, madje unë nuk arrit ta kuptoj se si ata nuk rinurt aty, se mund t'i gjej një belaj dhe më e madhe, më e Franci. Moj belaja më e madhe i ka gjetur ata. Po priti, ti marim gjërat avash avash. Edhe që ti marim gjërat avash avash edhe për qefin ton, në fillim do dëgjojmë pak banorët. Pastaj do shikojmë shtratin e lumit që është tharë, pastaj do dëgjojmë edhe kryeplakun. Është rezerva ujore që krijon mbas pritës lumore, digës në rastin konkret. Kjo është një vepër që është licencuar për qendë tiroleze me derivacion dhe ndërkohë është kthyer jashtë projektit në digë, e cila bën grumbullim të ujit. Nuk ka vepër të tillë tiroleze të grumbullojë uji në këto lloj nivelesh. Këtu bëhet fjalë për 27-28.000 metra tokë të përmbytur. Kjo vepër e cila ndërpres shtratin lumor të rrjedhjes krijon një rezervë ujore, të cilën nga procesi licencimit tiroleze është kthyer në start and stop. Pra këta zotërinj të grumbullojnë në pronën tonë e kam bërë rezervuar ujor. Kjo prona që shifni prej digës, veprës marrjes ujit dhe deri tek shtëpia ime ku janë vaskat e peshkut, në ujë tashmë të prishura. Është pronë familjare e fisit Ibrahim Llari, fisit nga Viun. Është një çështje që unë e kam denoncuar në SPAK në 12/2/2020. Pothuajse kam bërë xhiron e gjithë institucioneve publike, nuk ka lejë mjedisore për këtë veprën, ka vetëm për veprën tjetër zotërinë në fjalë, dhe normalisht vinë inspektor, gjithë vinë, bëjnë gjë dhe nxjerrin sikur kjo vepër është në rregull. Unë kam vetëm një pyetje. Nëse kjo vepër do ishte në rregull dhe unë kisha të ndërtuar banesen atje ku është që është me certifikat pronësie, vaskat e peshkut, dhe ndërkohë kisha dhe biznesin familjar të vaskave të peshkut dhe të tjerë. Ato janë ndërtuar në 2001. Zotëria e ka marrë licencën, lejen e ndërtimit në 2016. Atëherë kur bën matjet e natyrshme, nëse gjithçka këtu që kërka në rregull, sipas kërka planifikuar shteti vetë që të përmbyti mua, jam drejtuar të gjitha dikastereve shqiptare, 22 institucione, të cilët kanë ardhur dhe shikojmë, kur vjen grupi inspektimit, hapet rrjedha e ujit, lumi vazhdon trajektin e vet. Unë tani nuk do të menaxhoj personalitetin e institucioneve. Prandaj sot kam bërë tek juve këtë denoncim, për të ardhur në mënyrë rastësore, se po të vinit në mënyrë të planifikuar, do gjeni dhe ju po të njëjtën gjë. Që do e hapnin me opsionin start and stop, edhe lumi do të ishte plot. Dhe do ishte plot. Ja si që shikoni, në krahun ton ndodhet lumi i Verbës, që buron nga mali Lenijes, i Valamarës. Cili lum? Aty s'ka lum, por ky është shtrati i ish lumit të Verbës, i cili është kanalizuar në ecet ndryshme. Një degë merr dhe hidrocentrali që ka problematikën e sipërme, që kishte penguar dhe rrjedhën e lumit të Selsës, ndërkohë ka veprën tjetër e ka pak më lart, si pasojë e kaskadës, më poshtë hidrocentralit italian dhe merr degën e lumit të Verbës që bashkohen këtu dhe kanë basenin e presionit dhe vinë deri te godina hidrocentralit. Ju mund të shikoni që ky shtrat lumi është plotësisht i tharë, nuk ka rrjedhje ekologjike. Për sa vite shka që është tharë? Që nga 2017. 2017. Po. Gjatë gjithë vitit është e tillë situata? Është e njëjta gjendje. Me përjashtim momenteve të rreshjeve që kapin shpatet dhe sillen dhe të dendura një rrebesh i tillë. Ju jeni kryeplaku zonës, apo jo? Ku e ditin? Ha? Ju kam kontrolluar tek lista. Po unë kam qenë pa kapellat e. Ha? Po të mbaj mend. Kapellat është më shumë dije, i nderuar. Mund ta thuash pak se çfarë ka ndodhur me lumin e Selsës pikërisht në këtë degëzim? Po çfarë mund të themi në këtë ne? Delet e tua, ku pinuj? Po ky tash ne nuk e dim, këto gjëra i di shteti që këto ujërat kanë hyrë për këto tubacionet e centraleve. Për sa kohësh? Po që kur është bërë centrali? Sa vite ka? Po nuk e di mirë drejt me thënë, mos të them kaq vite, po që kështu.
Herë ka ujë, herë bllokohet, nuk Ne e pam di. tani shtratin e lumit dhe ishte komplet i tharë. Po, tash po. Madje dhe kemi ecur aty. Po, Edhe pse ka rënë shi para ca ditësh. po ka rënë. Dhe ky lum ka rrjedhje të vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Historikisht ka qenë e tillë Selca? Po. Që kur u bë ky centrali, atë që bllokua ujë, se Po. uji ka pasur. Jeni drejtuar ndonjë institucioni për këtë problem? Nuk e di të tjerët, unë jo. Jo. Po pse ju jeni kryeplak i zonës? Tash i kam hyrë, nuk kam. Keni hyrë, sa keni? Ja, 5-6 muaj. 5-6 muaj, në rregull. Delet tuaja ku pinuj? Se ke shumë dele me sa Jo, po shoh. tash këto delet kam pirë, kështu është një përrua që zbret kështu. Po. Në atë pinë dhe Lart, në mal. jo në mal, zbret këtu takohet. Takohet. Është një nga përrojt që ndoshta funizon dhe Selcën. Apo jo? Po, këtu qëndronte, po tash kthyen dhe gëzimi është kthyen E kanë marrë. në këtë central. E kanë marrë. Edhe Selcën këtu e kanë marrë. Po. Sa vite keni qeni banor i këtij fshate? Këtu kam lindur e këtu. Ka lindur. Po, Ka patur peshk këtu? Peshk të egër në lum? peshk të egër, po, lumi ka pasur. Ka pasur. Ka pasur. Ka më nga i peshku i egër? Po ku të ketë ujë, në pa ujë, peshku pa ujë ku? Bukur, e pam që banorët po na ankohen sepse hidrocentrali atje u ka tharë tokat Franqi edhe atyre u ka mbetur tokat pa vaditur. Po kanë betur edhe pa peshk që të mbushi lumin, se tashi peshku është edhe gjë e shishme jona edhe e pim do një gotë kë. Si do i bëhet tani, Franci? Priteshi mos u ngut njerë, se në atë kohë ne kemi vajtur edhe në bashki. E ke fjallën për Maliqin, në? Po, ka liq, po, ka dhe maliq. Qa më thot? Do me thënë, është ligji, Po? po është dhe maliqi që i referohen bashkis këtu. Po, vajtëm, qëfar tha? Vajtëm të ligji. Aha. Se vajtëm pyetëm kryetarin e bashkis, pra jo na... Nga shtrati i tharë i lumit Selca, tani do të telefonojmë kryetarin e bashkisë të Maliqit, zotin Gëzim Topçiu. Alo, Zoti Topçiu, mirëdita. Mindita. Unë jam Klismani nga misioni investigativ Gjadat. Po, më thuaj. Unë po ju telefonoj nga shtrati i tharë i lumit Selca. Jeni në dieni që lumi ju është tharë? Unë nuk e kam idenë, në fakt, Po? to janë disa projekte që nuk menaxhohen nga bashkia, Po nga kush menaxhon? menaxhohen me sa di nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit, edhe nga kjo e Fierit e cila mbulon basenet ujore të lumenjve. Po, lumi Selca nuk është në administrimin tuaj, po thone. Ne kemi në administrim si lumenj, si territor, Por? por për efekt të hidrocentraleve dhe të kontratave koncesionare, menaxhohen nga këto dy drejtori dhe ne mbasi shqetësimi që kemi patur në Këshillin e Bashkisë, Po? u jemi drejtuar atyre me një shkresë, ata na kanë kthyer një përgjigje mbi situatën e tyre dhe atyre duhet t'u drejtojni për situatën reale që mund të kenë lumen. Faleminderit për sugjerimin tuaj, por ju si zbatimit të kontratës koncesionare. patjetër, zoti Topçiu, ju si institucion nuk mbani asnjë përgjegjësi për këtë katastrofë mjedisore që ka ndodhur këtu? Jo, nuk e di cila është situata. Nuk e dini, më falni, ju lutem zoti Topçiu, sepse un po e gjoj këtë telefonat, un po i marr me video call tani në WhatsApp. Nuk ka problem. Po, mund ta hapni pak dhe të shikoni situatën, t'ju ja tregoj live tani? Se un jam nga shtrati i lumit që është komplet i tharë. Mund ta hapni pak, të lutem, me video? Po se jam në lëvizje në makinë. Jo, vetëm shikoni, nuk është nevoja që unë t'ju shikoj juve. Shikoj, unë as e vend dyshim atë që thoni ju. Po, unë po i marr me kamerë tani live, që të shikoni që unë jam në shtratin e lumit të Selcës dhe është komplet i tharë. Dhe tani që unë po flas me ju, unë po eci, dhe këtu ka vetëm gur, thatësirë, ka disa inerte, por lum nuk ka. Ja, nuk ma pranua të ftesën për video call. Kam qenë sot në mbledhjen e Këshillit Bashkisë, ku është ngritur si problem. Dhe kam urdhëruar ngritjen e një grupi pune nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Po? nga sektori i mbrojtjes mjedisit, Po? edhe pse ne nuk e kemi detyrë të drejt për drejt, po kemi një përgjegjësi ndaj gjithë zonës për efekt të situatës që ka lumi. Kështu që menjëherë do ta evidentojmë situatën dhe do të shikojmë cila është përgjegjësia e institucioneve që e kanë detyrim monitorimin e kësaj pune. Para ditës së sotshme, ju nuk keni qenë në dieni të këtij problemi? Nuk e kam ditur, është kërkuar Si një ka mundësi? informacion. Si ka mundësi? Si ka mundësi tani, si do të them unë? Juve më thatë, ju pak më parë më thatë që ju jeni drejtuar institucioneve përkatëse. Jemi drejtuar në kuptimin e pjesës ligjore, po them. Po pra, që do me thonë keni qenë në dieni të problemit. Jo. Tani është kërkuar një informacion mbi situatën e heceve në territorin e bashkisë. Po? Pa në një ide konkrete. Ne ja kemi kaluar Drejtorisë së Shërbimit Pyjor që ka bashkia. Dhe ata, sipas kuadrit ligjor, janë drejtuar dy institucioneve dhe ka shkresë për 3 hece për situatën e tyre. Ju kuptoj.
ju kur mendoni që kjo situatë mund të marrë një zgjidhje? Ne me njëherë do evidentojmë situatën në vend edhe pas shqetësimit që u bëni, dhe do të Faleminderit. kërkojmë nga dy institucionet që realizojnë monitorim dhe kontroll që të stabilizohet situata. Nuk është vetëm fatkeqësia që i ka ndodhur fshatarëve të zonës, por është edhe ajo mjedisore, është edhe peshku, është edhe flora, është edhe fauna që janë dëmtuar nga devijimi dhe nga tharja e këtij lumi. Po kjo është një nisëm që nuk është se e ka marrë bashkia jonë, këto janë hecet edhe janë prej shumë vitesh. Patjetër, këto hecet ku e ka marrë lejen? E kanë marrë që kur ishin ish komunat para 2015. Në bashki këto nuk kanë asnjë detyrim ligjor? Jo, kanë detyrim. Ne ndjekim detyrimet kontratuale që kanë ndaj nesh, po jo se ja kemi dhënë ne lejen. Pavarësisht kësaj, ne duhet shikojmë si zbatojnë koncesionet për çuar shqetësime në këto institucione që u thatë. Okej, neve do vim sërish ta shohim me shpresën që situata do jetë përmirësuar. Shumë faleminderit për jush. Ditë mbar dhe punë të mbar. Ja, urdhro, kishte marrë këshu, si të them unë ty, si zjarë në prush populli atje. Jo po nuk kemi peshke, jo po tokat e mbjella, jo po gjallësat e tjera, tjere. Tani, u qat nga diga hidrocentralit? U qam, moj motor, u qam. Ju kryon të thatësir kjo? Thatësir, moj motor, thatësir. E po mirë, pra na, urdhroni uj. Hidrocentrali. Qa uj kishte marrë gjatë gjithë kohë, si a ktheu brënda natës. Dhe banorët tani jetojnë të lumtur me këtë vaditje bujare që u bërë hidrocentrali. Sot gjendja të shtëpiza ime dhe të tentoria e financuar nga ZHBR-ja. Një dëmtim i dorës njerëzore, kallëzimi është ka rendur prokurorin nga Spaku në prokurorin e Korçës, nga Korça në Pogradec, nga Pogradeci në Elbasan. Ka ardhur mira ekspert të cilët vonojnë fazat, vonojnë dorëzimin e akteve të ekspertimit dhe ndërojnë nga njëri prokuror të tjetri, një e ka vetingu, një tjetër dhe nuk kanë marrë asnjë masë për të ndëshkuar keqbërësi. Ja temët e shpëtuara nga skema financuese a ZHBR-s me skemën mbështetëse të vitit 2013. Pjesa tjetër e gjitha është në ujë nga një digë e palishme, nga një rezervuar i cili është krijuar në kundërshtim me gjitha rregullat. Tani në këtë moment ndodhen në zonën e quajtur rruga Ish Minierës, që lidh fshatrat nga Triurat deri te Selcë, Delçan, Mesmat. Shikoni gjendjen mbas dukurive të fundit natyrore, por që nuk janë daq thjesht natyrore. Kanë edhe ndihmën e dorës njerëzore për të krijuar këto lloj probleme, si shfrytëzimet pa kriter të shtrateve të lumejve, gjithashtu bërjet e pritave tyre jashtë projekteve të miratuara dhe dëmtimin e mjedisit. Mund të shikoni faqen Matan, e cila është zhveshur fare nga fondi pyjor. Ja dhe rruga e Delçanit, që nga Miniera edhe për në Mesmal. Tani, ti pyesimi qik banorët e Maliqit neve. Qa uj ke dhënë gomarit? Nuk e di, tëftot, do shta? Ba. Qfar ju bëjnë digat juve hidrocentralit?
Po, na thanë për ujë. Ashtu, na ujnë pra. Tjetër, tani si e doni hidrocentralin që t'ja u thaj ujnë, apo që t'ja u sjellë ujnë? Okej, të përgjigjem tani, do balësh veshin? Okej, përgjigjem. Rregulloj dhe flok. Faleminderit. Shumë bukur je, përgjigju. Po, e qava Përgjigju, këtë përgjigju. Tani të lutem shumë. Franci, me që më pyete, duhet të dish që kur dënohen, nuk e di me thënë, me këtë dhunë që më ushtrove, ti mua nuk po di me qa po them. Kur të ndërtohet ai hidrocentrali, Franci, ne e dim që ai është për ta mbajtur ujin. Kur vjen, edhe për ta lëshuar atëherë kur ne kemi nevojë, apo jo? Pra, hidrocentrali na ndihmon që mos të ketë përmbytje, për ta shmangur, apo jo? Si më flet si eksperte, ua. Unë mirë që fola me gjithë që më bërët. Do kesh digjuar në një specialisti, më bëj mua kohë, sikur ke digjuar se kemi pyetur ne edhe një nën kryetar të bashkisë, po kemi pyetur edhe deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, Ivi Kason. Unë doja të cilësoja, kryetar, një dy probleme shumë shkurt të vogla, që ndoshta do të ndihmojnë dhe do ashtu. Unë e pash rrugën e Mesmalit. Unë nuk e besoj që të ketë dëmtim më të rëndë dhe shpresoj që mos ketë më rëndë, se po të jenë dëmtuar në atë shkallë edhe në një rrugë tjetër ose në një vend tjetër, besoj që do jetë një katastrofë. Jam dakord me tja që edhe fatkeqësia natyrore atje ka bërë punën e vete këtë mande. Po e them prapë si specialist dhe këtë mande. Hapja e digës, këtë e them me përgjegjësi kryetar, hapja e digës që është mbi vendin ku është prishur ajo, ka shkaktuar gjithë të katastrofë. Nuk do të ishte ndodhur kjo katastrofë në rast se nuk ishte hapur diga. Nuk do ishte ndodhur kjo katastrofë në rast se lumi do ishte, sepse lumi duhet mirë mbajtur. Vërtet shfrytëzon atë, po do ishte mirë mbajtur. Unë atje kam parë shkëmbimin kryetar, të them jam çuditur. Përpara pak më shumë se një jave, qarku Korç, Devolli dhe Maliqin në veçanti kanë përjetuar ditë të vështira për shkak të rreshjeve të dëndura, ku për fat keq në këtë qark u shënua dhe një viktim, familjes së cilës i shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta. Nga data 19 deri në 23 nëntor, mbi këtë tokë ran gati 400 mm shi, sa gjysma e mesatares vjetore brenda pak ditësh. Por dhimbja për njerëzit punëtorë e nikoqirë të këtyre zonave nuk erdhi vetëm nga rreshjet. Në Maliq, ku njerëzit jetojnë me djersën e ballit që derdhin në ar, përmbytja nuk është thjesht ujë mbi një copë tokë, është humbje dhe dëshpërim bashk. Po çfarë ka ndodhur aty që i dha dorë përmbytjes në vend që ta parandalonte atë? 66 rezervuar me diga dhe dampa që janë transferuar me VKM Pushtet Vendor janë lënë pa inspektim, pa mirëmbajtje, pa përgjegjësi. Problem tjetër u shkaktua në rrugën rurale Velçan-Mesmal, e cila raportohet zyrtarisht dhe në mënyrë të rreme, që u bllokua nga inertët e shumta të sjell nga poroji i fshatit Velçan, ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe. Rruga është dëmtuar nga hapja e digës së jashtëligjshme të veprës së marrjes numër 1, dega Selc e hidrocentraleve Kasollet e Selcës me zhvillues Xhengo Energji SHPK. Ky investim në shkelje të rregullave të projektit, lejes përdorimit të burimit ujor, projektit zbatimit pa vlerësim të ndikimit mjedis, pa certifikat përdorimi, me mbrojtje drejt për drejt dhe me patronazhim direkt të pushtetarëve të maxhorancës, endet prej datës 12/2/2020 në dyert e Spakut, Prokurorisë Korçës, Prokurorisë Pogradecit dhe së fundmi Prokurorisë Elbasanit, sepse ky është kalvari i sistemit të ri të drejtësisë që ju keni krijuar. Pra praktikisht rruga Velçan-Mesmal u bllokua nga një digë jashtëligjshme e hidrocentralit Kasollet e Selcës, e favorizuar politikisht, banorët mbetën të izoluar pas një kujdes dhe pas një institucion që të evidentojë shkaqet. Kjo ishte gjithë shka që kishim përgatitur edhe për mbrëmjen e sotme, Franci? Po, do takohemi sërish nesër në 20:00. Deri atëherë, kalofshi bukur. Natën e mirë.